Në politikë duhet bisedohet, duhet takohet. Duhet njerëzit përgjegjës që kanë marrë përgjegjësi janë persona publik që drejtojnë parti politike ose institucione. Gjithmonë po kanë obligim për te unit tyre, e atyre politikat më halla primitive, të ikin edhe të ulën bisedojnë. Zakonisht bisedohet me ata të cilët ki dallime ose mos pajtime, me tentu me gjetë marrëveshje ose kompromise që i shërbejnë shumicës këtë rast. Kështu që mirë që po ndodhin këto lëvizje, shpresoj që këto lëvizje do të vazhdojnë. Ne ende nuk kemi marrë ndonjë ftesë nga presidentja, kështu që nuk kam ndonjë përgjigje sepse nuk kemi ftesë. Miqës është një propozim që duhet trajtuar, po besoj që ai propozim duhet të konkretizohet, duhet të ftohen, si më thanë propozuesi duhet fillojë të iniciativën të shoh edhe të bëhet përpjekje për të realizuar edhe atë ide.